Gjykata kushtetuese ka konstatuar që ndarja e deputetëve nga pakoja nuk ishte shkelje kushtetuese, pra është në përputhje me kushtetutën. Gjithashtu ka konstatuar që deputeti apo nënkryetari i pest duhet të vijë nga deputetët që janë përfaqësues të komunitetit jo shumit serb. Në asnjë pikë, në asnjë paragraf, në asnjë fjali nuk përmendet që kjo drejti takon ekskluzivisht listës serbe. Pra mund të jetë njëri nga 10 deputetët që përfaqësojnë komunitetin serb jo shumic, dhe në anën tjetër po ashtu ka konstatuar që edhe mekanizmat debllokues, siç është rasti i 3 tentativave për një kandidat, vlejnë edhe për nënkryetarin, si dhe mekanizmi tjetër debllokues ka konstatuar që është në rregull, pra që është zgjedhja përmes shortit në rast se ka refuzim apo mungesë të propozimit të kandidatëve tjerë. 120 deputetëve u takon që të bëjnë çmos, pra që të votojnë fillimisht, pra për kundër as abstenime, mos ta shkelin kushtetutën siç kanë bërë disa deputetë të opozitës në seancën e kaluar, si dhe në anën tjetër edhe kur të votojnë, pra ta kenë parasysh interesin shtetëror parasysh në mënyrë që pra të votohet për një kandidat i cili do t'i merrte votat. Siç e dim herën e fundit zotri Nenad Drashić kishte marrë 56 vota, pra krejt çfarë nevojitën janë edhe 5 vota nga 52 deputetët shqiptar për ta konstituar kuvendin dhe për ta përfunduar këtë sagë. Faleminderit shumë.